Me mia trika mashtru se do të pashkojmë Shqipërinë, se hapë po flasë. Po tina, që shti krye ministër më bojë se pas ke di që ka kushtetuta, që kjo e përmbyllë krejt rrethin, ha? Që të përmbyllë? Veç e kemë pyetjen si e pritet reagimin e Ramush Haradinit edhe Albin Kurtit në kuvend dje. Mas të diskutojmë se është punë, pak e gjatë me folë për këto gjëra, këto marrina. Këta nuk e lujnë rolin e deputetit. Është marrë që ato, ai fjallor i ullët, arroganca në kuvend nuk shkon. Aty do të në shku njerëz me dignitet që prezentojnë problemet kombëtare. Jetë mirë me ofendime, tha që temi njën ndaj tjetës. Kur gjësë? Vërtet që thështë, e vërtet është, ajo mashtrusi kryesor në Kosovë, ajo një hipnotizus, a jetë kuptu, që me mia trika mashtru se do të pashkojmë Shqipërinë. Edhe kur shkon tash e pyesin, pse përmenë ma Shqipëri s'pe leje ke kushtetuta. Edhe quhet atë njëri se hapë po flasë. Po tina, që shti krye ministër më bojë se pas ke di që ka kushtetuta, që kjo e përmbyllë krejt rrethin, ha? Mos flasëm për tjera gjëra. Ai është mashtrus. Po ai fjallor me qenë në kuvend, nuk më pilqen aty për aty, ati bëtë Mendimi e zagare, kësë gjona, unë e urreja fjallor, se djetë, apo më këpëta. Amo reagimi i Ramush Haradinit po mendon se është i duhur. I vërtet është, aja s'ka, aty një s'ka që ma hjek bindjen, kjo bindja imja është, mund tjetë. A do të reagojnë gjithë deputet ato në kuvend? Vetëm të lutëm hapë po flasë. Një njeri që manë Dimal Bashën ofër i cilin ndoshta në ditë sotit ajo në lidhje me armishtit tërnë, ajo s'le gjo pa folë pa shkrujt në për revistat huja. Jam një farë intelektual, jone. A kuptan? Edhe të kërka falje se pas ka ditë bashka autorit, tash e ty nështa, që se din ndoshta ti që ka është bashkë. Ti jesh bashkë autor dhe më hanë një vepër të përbashkët e kini po. Edhe se ke lexuar ti hiç që pas ka shkrujt ajo, po ti që ke shkru zien tërë se pe i droge, që kini fliq, heret, a jetë këtu. Aty në të buë fundrinat e gjitha partive tjera, aty, qka s'ka aty, veç arap s'ka, a jetë këtu. Po të alom ato, po si është e mundën të shkruan e të paguat 15.000 euro një libër që është këshilltari i ti, është ky Shkelzen Gashi, e thoshte ju e kini vendin Hag sepse 1.000 sërbi kini vra. Hej, edhe hapta, për shë po fles, unë Glauku, ndigjo, Glauku i tha, ose ajo se une, se ndryshe se heqke, si ti besohet ti njeri të nej. Tja o dëshmësh sërbe, shifrat s'kan, gaboj njeri shifra, po edhe ato jenë pa logjik, se mund gabë 5 shifra, 2-3 shifra, se të gabojsh ti në Drenicë të Adem Jashari, për 56 dhe ti qishën 36-7, po ajo një njeri me bajrak të punu, aje di me kënë të punu bashkë, aje të këtu, po aty, edhe Donika i ka shpërnda krejt ato libre e ka financua. Hej, qyre një njeri pa një ditë shkollë, mëromë thëjke, më në mëre, po, qysh mërja ka dhonë porët për e ditë që ka në atë libre. A jetë këtu? Po t'ja dëshmësh Sërbis tash, sa ty ka pas grup të armatosur. A di mërë që të thëtë kjo, po këto në gjona kunën në botë nuk mundu dhe vesh të na. Edhe ti jeshti krye ministër prapë, e ti kje shok krejt ata. U i kum shkrua letër, jem Ragib Gashi, i kum shkrua letër, kanë kje bashkëpunëtor, këqyri, e din pra, atëheri jesi aj, se e ka një fjali, poplë thëtë këqyrja shok njerit, me kanë rrinë. Tish, a kjo shetë patriotizm, aty në analfabet vetë, potencial, me cilin televizion një një. Kosovajnë, po. Qatë lasmanet e prej. Edhe qytetar janë të zhgënjën. është nona jeme bre 96 vjeti ka. U që ditë kur njëke aty që u bisedojke, shmërin nona jë ka pos babën ja ka vra Sërbia. Për Donikën. A jetë të këptu.
A është që ajo do nikë, se s'flasë në mënyrën armiqësore se s'kam gjo me ta. Pra, djalin e miqë saj, unë jam Ragib Gashi, këmë qenë avukat e këmë pas shok. A jetë të këptu, po unë e epi edhe nonën, edhe babën, edhe familjen për këtë Kosovë e këmë dhanë. Edhe i këmë hupë 24 antarë se ekzistojnë qëtu. Dikush ka vdek, dikush o rrugëve të Evropës. Që ajo do nikë, thëtë ka më shku më bonë dëshmitar, i kujna, dëshmitari Sërbisë, se dësjet Sërbia i ka qu prej shqiptarellave tënë, këtu i ka përpunu pak 2-3 shuplak i ka onë për një ushtari, drejt është ku në polici. Tani thët, i kam dësjet, po që aty për pyetja, po i kom shtin kasa fort bankës për i ruaj. Po ti me pa, shqyqë, ato do duktirë këto që pelon atë terma, po flasë ma mirë kuptojnë opinioni. Ku është kjo unë mikë që si thëtë bëmi ato dësje shpejt që po na i arreston njerëzit unë miku e ndë dhe sëtë? Biri t'i këqyrëm se s'ko kanë krejt ato prova mjaftë që pas këti aty t'i shofëm. Po ajo i ka dërsua dësjet atje, e unë i di që shpunohet se ku punu vetë me ato gjona, edhe i lonë anash ato, a gjykata kryen mendim, në mbështetje tjerave prova plot, i ka edhe provat e Donikës. Që ta janë patriot tënë. Hej, Ti si qytetar, a je i zhgënjym? Unë jo i zhgënjym, po unë me ditën që e kum një Albin Kurti, se unë jam apartjak. A kuptan? Për këtë Kosovë kum qenë gjendje ta japi, kum flejt në pra rushat, sharit, a jetë kuptu. Kum lonë profesionin që tu, shokët e mi janë milionera sot. A kuptan, s'kam gjohë para shpirti, as 500 marka e janë i këqyrni, në banë estime s'janë vlerë. Sepse që s'kam liri, mu së më vyë asë gjanë. Kur që së më vyë, na jetë kuptu. E sot këta pëna i ndytin luftën ma të shajt, një në do lavdrojnë, tjetërën ekipe organizën. Këtu një dreqi madhë hisi shte ke, do here Rahman Morina, thëjke që kum shkrujt edhe për tonë, kum shku në gazeta, në atë ku. Po, i kum pashku dreq, maj madhë se ti, për shqiptarë të nuk ka. Faleminderit, Vacio.